Dita e 13. Sa emër i ëmbël. Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin, gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë dhe do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Mateu 1:20 deri në 21. Fëmia në zemër të Krishtlindjes së parë ka shumë emra të lavdishëm: Mbret, Krijues, Zot, Gjykatës, Biri i Perëndis, Biri i Davidit, Mjeshtër, Unë jami, i pari dhe i fundit, e kështu me radhë. Por engjëlli e urdhëroi Jozefin që t'i vendoste foshnjës një emër shumë të veçantë në lindjen e tij. Dhe ja vlen të pyesim se cili ishte qëllimi i Perëndis pas kësaj zgjedhjeje. Pse emri Jezus? Në vetvete, ky nuk ishte një emër i pazakontë. Jezus është versioni grek i emrit hebraik të dhjatës së vjetër, Joshua, ose Jeshua, dhe i përkthyer thjesht do të thotë Zoti shpëton. Pra, nga të gjithë emrat e lavdishëm që mund t'i ishin dhënë, emri që do ta dallonte birin e mishëruar të Perëndis, do të ishte një kujtesë e vazhdueshme se në të Perëndia po bën një vepër shpëtuese. Engjëlli tha se ai duhej të quhej me këtë emër, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Siç do të shpallte Pietri më vonë, nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Ky është një emër i çmuar, e megjithatë, shumë njerëz e trajtojnë atë si periferik apo madje edhe profan. Shumë njerëz nuk tregojnë as pak interes për emrin Jezus, përveç se ndoshta si një fjalë sharjeje. Shumë mendojnë se janë tepër të zënë për të menduar për rrjedhojat e emrit të tij për ta, dhe kështu i shmangen përfundimisht Jezusit. Kurse të tjerë humbasin në dëshirën e tyre për të pasur një mendje të hapur, dhe kështu e përqafojnë si të vlefshme çdo pikpamje të hynores. Mirëpo, gjatë këtij procesi, mendjet e tyre të hapura i kanë mbyllur zemrat e tyre ndaj besimit në Perëndin, i cili erdhi me të vërtetë nga qielli për t'i shpëtuar njerëzit mbi tokë. Ata besojnë se ai mund të jetë një shembull, një këshilltar dhe një frymëzim, por se ai nuk mund të jetë mënyra se si biri i vërtet i Perëndis erdhi për të shpëtuar njerëzit real nga mëkatet e tyre reale. Kjo mund të tingëllojë nderuese, por e mohon vetë kuptimin e emrit të Jezusit. Është e lehtë për ne që e quajmë veten të krishterë, ai lloj njerëzish që lexojnë një libër për kushtimesh gjatë adventit. Të tundim kokën për gjithë këtë. Por ne duhet ta sfidojmë veten tonë gjithashtu, sepse ata që rrëfejnë se janë të krishterë nuk janë të imunizuar ndaj rrezikut të përdhosjes së emrit të Jezusit. Rutinat e devotshme fetare, të cilave u mungon thelbi i besimit në Zotin e ringjallur, e minojnë realitetin për të cilin flet emri i tij. Të quajmë veten të krishterë, nëse jeta jo nuk ka ndryshuar dhe nuk kemi vetdije të qartë për Jezusin, do të thotë që po e përdorim kot emrin e tij. Të jesh i krishterë nuk do të thotë thjesht të kryesh veprat e mira dhe ceremonitë fetare që e porosit Bibla dhe të shmangësh ato që Bibla i ndalon. Përkundrazi, të jesh i krishterë do të thotë të jesh i bashkuar me Krishtin me anë të hirit nëpërmjet besimit, ta njohësh atë dhe t'i besosh atij. Ndoshta, stina e Krishtlindjes ju siguron një çast të dobishëm për të ndaluar dhe për ta pyetur veten me ndershmëri: çfarë kuptimi ka për mua emri Jezus? Nëse jeni ballafaquar me mëkatin tuaj dhe keni besuar se Jezusi është shpëtimtari juaj, asnjë emër nuk do të jetë më i çmuar për ju se sa emri i tij. Mund të ketë pasur një kohë kur ju mund ta keni mbajtur larg atë dhe të keni menduar se mund ta shpëtonit veten përmes veprave të mira, por tani nuk është kështu. Tani, emri, personi dhe vepra e Jezusit janë të dashura për ju, sepse jeni afruar atij dhe keni përjetuar dëmshurinë, mirësinë dhe mëshirën e tij. Jezusi ose do të jetë gjithçka për ne këtë Krishtlindje, ose do të jetë asgjë.
Mirë po, nëse e njohim atë si shpëtimtarin ton, sa ëmbël që na tingëllon emri i tij. Ky është emri që na siguron përfaljen dhe të ardhmen ton, që na ngushëllon në humbjet dhe dobësitë tona, që na jep gëzim në ulje ngritjet e jetës së përditshme, që na e qetëson shpirtin kur vijnë telashet. Sa ëmbël emri Jezus kumbon, te vesh i besimtarit, qetëson, shëron dhimbje e plag, e frikën ton largon. Po, Jezusi lindi në një grasht në Betlehem, që siç i tha engjëlli Jozefit, ai të mund ta shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre, duke rivendosur paqe mes tyre dhe Perëndis, dhe duke u dhënë premtimin e jetës së përjetshme me të. Emri që ju vendos biri të mishëruar të Perëndis ishte domethënës. Përpara se ta lini mënjan këtë libër për të vazhduar me ditën tuaj ose për të fjetur, pse të mos merrni disa minuta thjesht për të reflektuar mbi emrin Jezus, për të menduar se sa i çmuar është ky emër për ju dhe për t'u prehur në sigurinë se ju do të gëzoheni në emrin e tij përgjithmonë, kur të jeni në lavdi dhe ta shihni atë ball për ball. Për reflektim, çfarë kuptimi ka për ty emri Jezusit? Sa ëmbël emri Jezus kumbon, te vesh i besimtarit, qetëson, shëron dhimbje plag, e frikën ton largon, të plotë e bën të mjerin shpirt, je paqe në mundi, je mana për këkauri, pushim për t'lodhuri. O Jezus, mi kërojtar bari, profet prifte dhe mbret, je udha jeta Zotim, prano këtë lavdëri. I dobët mundi kësaj zemre, i ftoht mendimi më i ngrohtë, për kur të shoh ty siç je ti, do t'jap vërtet lavdri. Gjernatë ditë me çdo frymarrje, shpalltën dhe dashuri, dhe melodia e emrit tënd në vdekjet më freskoj.